shkurta, e cila prej minutash ka qenë e acaruar nga situata në shtëpi, papritur kthehet nga lëndrimi me nerva të shpërthyera. Ajo ngrihet në këmbë, duke folur me zë më të lartë se zakonisht, dhe banorët menjëherë e kuptojnë që ajo nuk po e mban më veten, me fytyrë të tensionuar. Shkurta i thot lëndrimit, të lutem mos më sprovo më, sepse kam duruar aq shumë. Nuk jam gati të duroj më gjatë kështu. Po vazhdove kështu, unë nuk do rri më e qetë. Ajo flet me tone të forta, por pa kaluar kufirin e dhunës fizike, duke u përpjekur t'i tregoj lëndrimit se ndihet e provokuar dhe e shgënjur. Lëndrimi, i ulur në karrige, e shikon me sy të zgjeruar. I habitur që ajo ngriti zërin deri në atë pikë, ç'ke që po reagon kështu? Thjesht po flisja, i përgjigjet ai, duke u munduar ta qetësoj situatën, edhe pse edhe ai duket i acaruar. Shkurta e vazhdon, pa e lënë të përfundoj, jo, s'po flisja. Ti po më provokon prej orësh. Unë e kam thënë 100 herë që nuk dua të merrem me ty, por ti vjen prapë. Mua nuk më pëlqen fare kjo mënyrë e jotja, dhe po më detyron të dal nga vetja. Banorët e tjerë, duke dëgjuar zërat që rriten, afrohen për të parë çfarë po ndodh. Disa përpiqen ta qetësojnë shkurtën duke i thënë të mos e teprojë, ndërsa të tjerë i kërkojnë lëndrimit të mos e ngacmojë më. Për të shmangur një debat më të madh, atmosfera bëhet e rëndë dhe e mbushur me tension, sepse të gjithë e kuptojnë që shkurta ka mbërritur në një pikë ku ndjen lodhje emocionale dhe nervozizëm. Ajo nuk është duke kërcënuar fizikisht, por po e shpreh në hapur që ndihet e provokuar dhe se nuk dëshiron të vazhdojë këtë konflikt. Lëndrimi, duke parë reagimin e saj të fortë, më në fund tërhiqet pak dhe thotë, mirë, në rregull. Nuk dua debat më. E mbyllim këtu. Shkurta merr frym thellë, përpiqet të qetësohet dhe largohet nga dhoma, duke lënë pas një heshtje të pakëndshme te banorët, të cilët e ndjejnë se debati mund të ndizet sërish nëse dikush e provokon.